Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ish presidenti Hashim Thaçi i lejohet kthimin në Kosovë vetëm për të parë varrin e babait të tij. Haxhi Thaçi u përsoll të martën në Skënderaj, ndërsa ish presidentit nuk ju dha leje nga gjykata speciale për të marrë pjesë në ceremoni. Mediat raportojnë se ish presidenti mbriti në Kosovë me një aeroplan privat rreth orës 10. Bashkimi Evropian shpreson një qeveri të qëndrueshme dhe bashkëpunuese në Kosovë. Në një intervistë televizive, shefi Zyrës Unionit në Prishtinë, Ajava Orav tha se shpreson që qeveria e re në Kosovë do të jetë një qeveri e qëndrueshme dhe në gjendje të bashkëpunojë. Duke komentuar çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, Orav theksoi se ai duhet të bëhet, do të thotë duhet të zbatohet. Dhe tani Peter Sorensen ishte këtu të dëgjojë liderët politik, cilët janë pritshmëritë, çfarë mund të bëhet dhe çfarë nuk mund të bëhet, por do të shohim kur ai të kthehet herën tjetër dhe çfarë do të ofrojë apo do të kërkoj që palët të bëjnë, deklaroi shefi i Zyrës së Unionit në Prishtinë, Ajva Orav. Kroacia i kundërpërgjigje Serbisë për marrëveshjen me Tiranën dhe Prishtinën. Kryeministri Andrej Plenković tha se Kroacia nuk ka nevojë ta pyesë askënd rreth kësaj, as Serbinë dhe as NATO-n. On nije nikakvoga neprijateljskoga karaktera, tako da ja razumijem da se treba sad tražiti probleme negdje dalje, ali u ovom tekstu ih nema i Hrvatska i ove dvije zemlje su to donijele na temelju svojih odluka i svojih procjena i zato ne trebaju nikoga pitati, ni Srbiju, a ni NATO. Reagimi erdhi pas komenteve të fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić se tre vendet që firmosën deklaratën të martën në Tiranë shkelen marrëveshjen e vitit 1996 dhe hapën një garë armatimesh. Shpresoj se dikush do të marrë 5 minuta për të lexuar tekstin e marrëveshjes ndërmjet Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, tha Plenković, duke shtuar se këto janë marrëveshje të përbashkëta. Ne ishim në gjendje të krijonim një dokument që ndihmon përpjekjet për reforma. Ai nuk është i një natyre armiqësore. Unë kuptoj që duhet kërkuar një armik më tej, por kjo nuk është e natyrës armiqësore, tha kryeministri kroat Plenković. Antarët evropian të NATO-s përartojnë një plan për zëvendësuar gradualisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës si garantuesin e tyre kryesor të mbrojtjes gjatë 5 deri në 10 viteve të ardhshme, raportoi Financial Times duke cituar burime. Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania dhe vendet nordike janë tani në bisedime për një propozim të mundshëm që do të zhvendoste barrën ushtarake dhe financiare të mbrojtjes së bllokut larg Washingtonit, thanë 4 zyrtarë evropian të paidentifikuar për Financial Times. Qëllimi përfundimtar është paraqes planin në SBA përpara samitit vjetor të NATO-s në Hag këtë qershor. Sipas raportit, përpjekja pasqyron frikën e prapur midis anëtarëve evropian të NATO-s se SBA nën presidentin Donald Trump mund të refuzojë angazhimet e saj të mbrojtjes ose të largohet krejtësisht nga bloku. BE-ja ka mbështetur gjithashtu një plan të njohur si Rearm Europe për të mobilizuar deri në 800 miliardë euro në borxhe ose ulje taksash për kompleksin industrial ushtarak të bllokut. Bota. OKB ngre alarmin. Shkrirja e kullnajeve rrezikon furnizimin me ushqim dhe ujë të 2 miliard njerëzve. Sipas një raporti të UNESCO-s, 2/3 e të gjithë bujqësisë së ujitër në botë mund të preken në një farë mënyrë nga tërheqja e kullnajeve dhe zvoglimi i rreshjeve të borës në rajonet malore të nxitura nga kriza klimatike sipas CNN. Më shumë se 1 miliard njerëz jetojnë në rajone malore dhe nga ata në vendet në zhvillim deri në gjysma tashmë po përjetojnë pa siguri ushqimore. Kjo ka të ngjarë që të përkeqësohet pasi prodhimi i ushqimit në rajone të tilla varet nga ujërat malore, shkrirja e borës dhe akullnajat, sipas raportit botror të zhvillimit të ujit 2025. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.